FIFA ndryshon rregullin për goditjen e këndit. Më në fund ishte vërtet absurde. FIFA po përgatit një ndryshim të rëndësishëm që synon të korrigjojë një nga padrejtësitë më absurde të futbollit modern, dhënien e gabuar të goditjeve të këndit. Deri më sot, edhe pse teknologjia ka avancuar ndjeshëm, VAR-i nuk kishte të drejtë ndërhynte për të verifikuar se kush e preku topin në fundit përpara se ai të dilte jashtë fushë. Kjo ka sjellë raste kur gola vendimtar kanë ardhur nga këndor të dhëna gabimisht pas një mundësi verifikimi. Sipas protokollit aktual, VAR një gol mund të anullohet vetëm nëse ka faull në fazën sulmuese, pozicion jashtë loje, prekje me dorë ose nëse topi ka dalë nga fusha gjatë aksionit. Por burimi i aksionit, pra, nëse këndorja është dhënë drejt apo gabim, nuk kontrollohet. Një përshllëk rregullor që prej vitesh është konsideruar i pakuptim. Kjo pritet të ndryshojë shumë shpejt. Në mbledhjen vjetore të radhës, IFAB në Londër pritet miratimi i përdorimit të teknologjisë për goditjen e këndit. Zgjedhja është një mikrochip i vendosur brenda topit, i cili do sinjalizojë automatikisht në kohë reale se cili lojtar e ka pretur kur së fundi sferën, njësoj si teknologjia e vijës së portës. Nëse miratohet, rregulli i ri do të hyjë në fuqi në kampionatin botror të verës së ardhshme, një hap i vonuar por i domosdoshëm drejt më shumë drejtësie dhe besueshmërie në futbollin modern.